një forës kundër. Kalojmë në votim me karton. Kush është pro? Projekt kalendarit, projekt programit. Lutem numëroni votat. Të mbaroj procedurat, lutem. Kundër? Abstenim? Projekt kalendari dhe projekt programi i punimeve të kuvendit për periudhën 10 nëntor 28 nëntor 2025 miratohet. Zoti Strazimiri, 2 minuta shpjegim vota. Zoti Peleshi, shpjegimin e votës e kam pse votuam kundër. Këtë kalendar që keni bërë duke nisur nga ky ligj për barazinë gjinore që keni futur këtu sot, duhet ju informoj që është kaluar në shkeljet të gjitha procedurave që parashikon rregulloria gjatë punës në Komisionin e Ligjeve të paktën. Dje, pardje kur ishte, neni 36, i cili detyron komisionin, në qoftë se kërkon 1/3 e deputetëve, të zhvillojë një seancë dëgjimore. Madje e ka aq detyruese sa e ndalon të bëjë raportin në lidhje me ligjin nëse kjo kërkesë nuk plotësohet, është xerruar. Është bërë kërkesa për nga 1/3 deputetëve për seancë dëgjimore në lidhje me ligjin, nuk u pranua, ndryshe nga çfarë rregulloria. U rrëzua neni 36 i rregullores që është detyrim pikërisht që të mos përdoret vota me votën e majorancës. Dhe e dyta, nuk është lejuar asnjë diskutim për votimin në parim, nuk është marrë asnjë amendament për në votimin nën për nën. Nga kjo pikpamje, ky ligj që keni futur në rendin e ditës është një ligj që nuk mund të jetë, nuk e ka kaluar, përkundrazi. Ka shkelur çdo gërm të neni 36 rregullores kuvendit. Ju a them këtë jo se kam shpresë se do të riktheheni rregulloren, do të riktheheni në procedurë. Vetëm për një arsye, çohem dhe ju a them, që të mbetet në analet e historisë të këtij parlamenti intencionin negativ, intencionin pervers që ka pasur ky ligj dhe urgjencën që keni pasur për ta miratuar duke shkelur brutalisht rregulloren e kuvendit. Faleminderit. Zoti Sheaj dhe më pas zoti Alizoti, shpjegim vota. Tani